Da bide pojasno. Përshëndetje gjithëve, unë jam Loriki Drizi, bashkë me radion prestigjioze Kanal 77, jemi në podcastin e radhës, për të cilin do të bisedojmë për sfidat në sistemin shëndetësor, bashkë me kolegin Vanja dhe zotri Imer Selmanin, ish ministër i shëndetësisë, do mundohemi të demistifikojmë problemet dhe sfidat që ka sistemi shëndetësor në Maqedoninë e Veriut. Në këtë epizod, mysafir kemi ish ministrin e shëndetësisë, zotri Imer Selmani, i cili në këtë resor politikat i krijonte në periudhën prej vitit 2006 dhe në vitin 2008. Zotri Selmani ka kaluar më shumë se një dekadë që kur ju nuk jeni në këtë resor, mirë po që kthejmë prapa. Çfarë gjendja të erhasët kur erdhët në postin e ministrit. Si e para përshëndetje deri të gjithë shikuesit dhe dëgjuesit e këtij emisioni, shpresoj se në periudhën që vjen do të arrijmë që jo vetëm të konstatojmë vetëm mangësi dhe pozitivitete, por të japim edhe një diagnozë, respektivisht dalje nga ajo si mundemi të kemi një sistem më të mirë në lidhje me pritjet e pacientëve, nëse kthehemi një dekadë gjys 2006-2008. Në vitin 2006 ne hasëm një sistem i cili kishte një besueshmëri të ulët në shëndetësi. Për fat të keq që edhe tani ka një gjë të tillë, pra pritshmëritë e pacientëve janë mjaft të mëdha, mirë po shërbimet të cilat i marrin nuk janë adekuate me nevojat dhe pritshmëritë. Atëherë pritshmëritë ishin të rregullta, mirë po vetëm të kujtoj në disa detaje, akoma nuk ishte zbatuar procesi i privatizimit të shëndetësisë primare, respektivisht në vitin 2006-2007, kur isha ministër, ne arritëm që të privatizojmë institucionet shëndetësore shtetërore në nivel primar për të pas më pas shërbime cilësore tek mjekëtam, dhe problemi tani nuk vendoset për atëherë se a janë të mira shërbimet e mjekuam, sepse të gjithë e dim se mjekëtam dhe ata të cilët themeluan institucione shëndetësore private që i privatizuam atëherë në kuadër të shtëpive të shëndetit, japin shërbime adekuate, janë të afërt me pacientët, i ofrojnë nevojat themelore të cilat u nevojiten qytetarëve. Kjo është një gjë e cila u arritën në atë periudhë dhe mendoj se mirë funksionon edhe më tutje. Një moment tjetër që e hasa si ministër dhe arritëm ta zgjidhim është veprimtaria farmaceutike. Thjesht nuk kishte madje edhe ligj përkatës për ilaçe dhe aksesorët, kishte disa farmaci shtetërore, farmacitë e qytetit ishin në Shkup, shpresoj se në ato shtetërore kishin emër tjetër për qytete, mirë po në 2-3 ditët e para nuk kishin ilaçe dhe pas kësaj pacientët ishin në mëshira, po mos mëshirë të asaj që thjesht është një tregtim me ilaçet, sepse nuk kishte as çmimet unifikuara, nuk ishte plafon të çmimeve, si çmim unik, reformën të cilën si ministër arritëm ta bëjmë me drejtorin atëhershëm të Agjencisë për Barna, zotri Zahariev dhe Ilçon, ishte që të privatizohen farmacitë e qytetit, pra të gjitha farmacitë dhe private dhe shtetërore të kenë marrëveshje me fondin që të mundet ai shërbim prej qindra farmacive në nivel të shtetit që jepnin në recept të arrijë numri brenda 3-4 viteve deri në 500-600 farmaci në nivel të shtetit. Tani kemi 500-600 barnatore që kanë marrëveshje me fondin, ka buxhet që gjatë gjithë muajit ndajnë
ilaçe, vetëm me participim nga lista pozitive dhe gjithato radhë me mospasjen e ilaçeve nga lista pozitive të zgjidhet në mënyrë sistemore dhe institucionale. Dhe gjëra e tretë ishin çmimet e barnave. Kur erdha unë si ministër, kishte një lëramani dhe aq shumë shpërdorime me çmimet e barnave, sa që në pjesën qendrore të qytetit, të themi në Shtyp ose në Shkup, në një farmaci, një ilaç kushtonte për shembull 100 denar, ndërsa në ndonjë fshat më të largët ose në provincë, kur nuk kishte konkurrencë adekuate, ai të kushtonte 200 deri 300 denar, 2-3 herë më shtrenjtë, pra dhe njerëzit ishin të detyruar ta blejnë ilaçin më të shtrenjtë sepse nuk kishin zgjedhje tjetër. Ne miratuam një ligj në vitin 2007, i cili hyri në fuqi në vitin 2008 në fillim, ku të gjitha ilaçet morën një çmim të unifikuar, pra në nivel të qeverisë, në nivel të ministrisë, u sollën të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore që i meratoi kuvendi dhe menjëherë kishim një rënje enorme të çmimeve të shumë ilaçeve. Pse? Sepse kur bëm një analizë me çfarë çmimi importohen ilaçet nga ana e drogerive dhe si shiten ato, pam se disa ilaçe shiten deri në 10 deri 15 herë nga ajo që blihen, pra me marsha abnormale të cilat nuk korespondojnë me logjikën ekonomike. Dhe kur i unifikuam çmimet, thjesht kishte ilaçe të cilat prej 500 denar ranën 100 denar, dhe kjo ishte një zgjedhje sistemore normal. Pas kësaj disa herë u miratua ligje, tani nuk kam informata të sakta se si funksionon për momentin, mirë po e di se ai sistemi i çmimeve të unifikuara vlen çdo kundi. Si e gjen një ilaç në qendrën e Shkupit, e gjen edhe në ndonjë fshat të largët ku ka vetëm një barnatore. Kështu që ky ishte elementi i tretë, mirë po ka edhe shumë gjëra të tjera për të cilat mund të flas ose të themi një gjë që e hase e që ishte në një kaos e paregulluar me ligj, përveç që nuk ishte rregulluar, shumë i kushtonte familjeve, sidomos çifteve të reja bashkëshortore, të cilët duan të kenë fëmijë, mirë po për shkak të X rrethanave shëndetësore nuk mund të kenë, pra fertilizim natyror, dhe filloi në disa spitale në shtetin tonë të funksionoj pra in vitro, mirë po kjo nuk ishte rregulluar me ligj ose me akte nënligjore. Njerëzit paguan nga 2-3.000 euro në për spitale, dhe kështu në një farë mënyre kush si arrinte të gjindeshte, pra ne miratuam edhe ligj për in vitro. Kjo është ligji për filtrizim medicinal të asistuar, pra që quhet in vitro popullorçe, dhe lidhëm marrëveshje nëpërmjet fondit për sigurim shëndetësor me të gjitha spitalet të cilat i plotësonin kushtet, kishin kuadrë dhe pajisje që të mund ta bëjnë atë procedurë, dhe pacientët të morën të drejtën që kanë një diagnozë të tillë të marrin pra vaucher të parin, dytin, tretin e kështu me radhë, që të munden të arrijnë qëllimin jetësor. Prej atëherë deri më tani kishim një epidemi të madhe, pra epideminë e Covidit, mirë po jo vetëm këtë, prej atëherë deri më tani u spriti pra kufiri i paraqitjes së karcinomet në gjithë e femra, ndërsa te meshkujt zora e trashë kështu me radhë, pra u ul kufiri për nevojën e intervenimeve kardiovaskulare, pra vendosjen e stentit, bypassit e kështu me radhë, kështu që stresi, mënyra e jetës moderne i ndryshon edhe nevojat, e ndryshon patologjinë, mirë po edhe nevojat për shërbime shëndetësore, kështu që pas 10-15 viteve jemi në rrethana të tjera me gjas për
10 15 vite të ardhshme do të kemi rreth ana të treta dhe ne duhet të kapim hapin me sfidat e kohës që të luftojmë. Shtyp nuk ishte fakultet medicinal. Ne në kohën time filluam procedurën për fakultet medicinal që të prodhojmë kuadro, sepse mund të kesh kushte shumë të mira, mirë po nëse nuk ke njerëz që të punosh nuk ka produksion, nuk ka prodhim, pra ne unë atëherë si ministër bëm analizë dhe bëm parashikimin se do të ballafaqohemi me mungesën e kuadrit. Pse? Për shkak asaj se kufiri moshës ishte 45-50 vjet, flas para 10-15 viteve të mjekëve në shëndetësi, por e dyta ishte dhe migrimi i madh i mjekëve të rinj, të cilët mbarojnë këtu dhe të cilët si mjek të përgjithshëm ose specialistë migrojnë në Evropën perëndimore, sidomos në Gjermani, ku ka mungesë të kuadrit, sidomos mjekëve. Kështu që në vitin 2007 filluam procedurën, mendoj se në vitin 2018 e rumbullaksuam, pra e hapëm fakultetin medicinal në Universitetin e Shtypit dhe në kuadër të Universitetit të Tetovës hapëm pra fakultetin për shkenca medicinale. Dhe tani edhe në Tetovë dhe në Shkup prodhohen kuadër ku së bashku me Shkupin arrihet një farë balanci që të mos zvogëlohet numri i mjekëve aktiv, edhe krahas asaj se një pjesë pensionohen, një pjesë migrojnë jashtë vendit. Përveç fakultetit të mjekësisë, Shtyp ka edhe shkollën e mesme të mjekësisë, ku numrat tregon se interesimi vazhdimisht rritet dhe më shumë semimaturantë vendosin që ta vazhdojnë atje shkollimin e tyre. Ju hapët shumë tema për diskutim, diçka me çka aludojnë edhe lexuesit tanë që janë ketua, mirë po me që i përmendet vaucherët për in vitro, unë do ndërlidhem atë temë dhe do të them se sektori jo qeveritar kërkonte ndryshime në regulativën ligjore, një pjesë të atyre kërkesave adresuan në kuvend, me që paraqitet problem edhe me mungesën e reagensëve, termineve që duhet të bëhen si në kuadër të hulumtimeve gjenetike që të vishë deri taj voucher. Prandaj do t'ju pyesja si në mandatin tuaj prenotoheshin termine për kontrole, sepse me vetë modernizimin e shoqërisë, digitalizimi hyri thellë në shëndetësi, ndryshoi pra shtegu i prenotimit, mirë po kjo duket sikur nuk e lehtësoi qasjet. Si rodhi kjo procedurë në kohën tuaj? Pra, jo gjithmonë ndryshimet, edhe pse parimisht çdo ndryshim duhet të jetë në kahje të lehtësimit të procedurave dhe qasjes deri te shërbimet. Mirë po tani disi ndonjëherë kjo është ashtu, mirë po ndonjëherë ndryshimet e ligjeve sikur i komplikojnë proceset, qasjen. Vetëm mund të them se në fillim për vitin e parë dhe të dytë se thjesht procedura ishte mjafte, thjesht vetëm duhej që në mënyrë të mjaftueshme, do të thotë të kemi një mjek specialist konstatoj se ka nevojë që një çift të marrë një trajtim të tillë, dhe atëherë shkoheshte me parimin e vaucherit, pacienti zgjidhte do të shkojnë në spitalin A ose B, mos i përmendim emrat si reklam ose C ose D, kështu me radhë, dhe arrithe pra procedura shumë thjeshtë. Tani ka ndryshime, nuk do doja të komentoj sepse nuk jam në rrjedhë me ndryshimet e fundit. Baš сега bevo jedna konferencija novinarska. Pikërisht tani isha në një konferencë gazetariske në Tiranë, kishte disa njerëz të cilët punojnë për State Departmentin dhe thonë se çfarë luksi është sistemi shëndetësor në SBA. Ne për shembull kemi një koncept social të shëndetësisë, secili ka të drejtë të marrë shërbime shëndetësore dhe do doja t'ju pyes në këtë kontekst, cilat janë pikat e mira të sistemit shëndetësor në Maqedoninë e Veriut dhe si do të mund t'i ndërtonim
atopikata mira që i kemi. Много големо прашање Kjo кој што бара është një pyetje shumë e madhe që kërkon një përgjigje meritore, do të përgjigjem Америчкиот shkurt. модел на здравствена заштита не е најдобар. Modeli amerikan i mbrojtjes shëndetësore nuk është më i miri, ndoshta në botë ndër më të këqinjtë është sepse atje është thjesht private, shumë i shtrenjtë. Pra janë shërbimet të shtrenjta shëndetësore dhe thjesht sistemi nuk është ashtë social as solidar. Ne, konform kushtetutës, kemi një qasje sociale dhe solidare deri te shërbimet shëndetësore, respektivisht i kemi të qasshme, ndërsa paguajnë ata të cilët kanë, ata të cilët fitojnë nëpërmjet përqindjes nga kontributet nga Ropaga, ndërsa shërbimet shëndetësore marrin të gjithë të cilët kanë nevojë. Pra mund të ndodhë që në familje një i punësuar, bashortja apo bashortja, ose edhe ata të cilët nuk janë të punësuar, të marrin shërbime shëndetësore dhe fëmijët. Pra babai, nëna të cilët janë pensionistë të marrin shërbime shëndetësore, madje edhe ata të cilët nuk janë as pak të punësuar, që nuk kontribuojnë në sistem me asfar parash, edhe ata të marrin shërbime shëndetësore. Ne kemi një sistem solidar dhe social. Kjo është baza dhe mendoj se këtu jemi mirë të vendosur. Kemi një sistem të trashëguar nga ish RSFJ që kam përsëritur disa herë, është një sistem i mirë trashëguar me një fond të mbrojtjes shëndetësore shtetërore, i cili sipas funksionit duhet të paraqitet si blerës i shërbimeve shëndetësore nga institucioneve shëndetësore, pra ofruesës të shërbimeve në emër të themi qytetarëve të vet apo pacientëve të cilët janë 2 milion. Nëse sot jemi 2 milion qytetarë në shtet, të gjithë 2 milionët ne jemi konsumatorë, shfrytëzues të shërbimeve shëndetësore, dikush më shpesh, dikush më rrallë. Mirëpo të gjithë jemi shfrytëzues potencial dhe blerës, respektivisht blerës është fondi në emrin tonë, ai grumbullon mjetet nga kontributet dhe nga pjesa e transfereve shtetërore nga tatimet të cilin qeveria në çdo vit pra i alokon në fondin shëndetësor, pra me pagën mesatare dhe me një papunësi të këtij nuk mund të shfrytëzohen shpenzimet e fondit dhe këtu jemi në rregull. Ajo që neve na nevojitet është modernizimi në funksionimin e fondit. Ka këtu një emision të plot, nuk mjafton një emision, por duhen shumë emisione për të biseduar pra modernizimin në kuptim të rritjes efikasitetit dhe transparencës në punën e fondit. Pra fondi mund të blejë sipas bindjes time të thellë, shumë shërbime me paratë të cilat i shpenzon për momentin. Ndërsa gjë e dytë e cila na nevojitet urgjente pra të bëhet është të jepet mundësi fondeve private shëndetësore të japin shërbime më të mëdha në kuptim të dhe mundësisë që qytetarët të cilat duan shërbime më të shpejta, më cilësore, jo më cilësore në aspektin shëndetësor, mirë po në aspektin asaj që të mos presi një javë. Pra, pritja radhë për shërbimet të caktuara shëndetësore është një praktik në Evropën perëndimore shumë e madhe se sa tek ne. Pra për operim të kyçeve në vendet skandinave duhet të presish një vit e më tepër ose për angiograf si jo urgjent ju duhet të prisni shumë më shumë, të mos flas për stent dhe për operimin e semrës së
hapur Секој се дава mirë можност, po тие të што gjithë не u сакат jepet mundësi, да ata të чекат. cilët nuk dëshirojnë të И тие presin што ose сакат që подобри dëshirojnë хотелски услови, во смисла, не shërbime сакам јас во hotelierike, државна болница, nuk duan во СОА со spitalin shtetëror 10 me 10 pacientë, сакам por во duan në një spital приватна болница. privat. Aty Тука се janë фондовите, fondet, односно respektivisht приватните здравствени fondet фондови, кои што private треба да го shëndetësore, të cilët duhet ta надополнат plotësojnë ова да кажеме këtë ta them наводници luks луксус, не е në луксус, thonjza. под наводници, значи Pra- по посебни услови, по хотелски услови, shërbime по më брзи услуги. hotelierike, И më тука треба да се speciale, më të направи shpejta dhe добро këtu do законско të решение, затоа што gjendet një видете, zgjidhje не треба ligjore, nuk екстремно да duhet се të në постават mënyrë работите, ekstreme да, ti vendosim па вие gjërat. имате Po здравствено ti ke осигурување bërje приватно и нека го покрие приватното sigurim осигурување privat целата dhe услуга, од le почеток ta до крај. plotësoj Да, pra меѓутоа, fondi второто прашање, а што е shëndetësor со gjithë моето të shërbimit. здравствено Mirë po çka државно është обврзително me осигурување? Јас во sigurimin животот имаме të и приватно и obligueshëm. државно здравствено осигурување. Pse Зашто për да shembull јас од dikush джеп që плаќам, paguan edhe privat ако edhe идам во nëpërmjet Sistina shtetit, или pse во Жан Митрев, nëse shkoj në да не биде Sistina пак ose викам në Jean реклама, Mitrev, kur kam paguar gjithë jetës живот, здравствено осигурување државно, сум ја sigurim помнел касата, shëndetësor shtetëror, сакам dua тие që пари ato што сум ги para имал, një еден ditë ден kur të кои më ќе ми duhen требат, t'i shfrytëzoj да si ги користам voucher како në një voucher во spital приватна privat. болница. Mirë po, Ама затоа me што që сакам duan во në приватна spital болница, privat, ja еве и моето дополнително edhe здравствено plotësimi im осигурување, shëndetësor тој plotësues, екстра трошок, atë ekstra да сигурно shpenzim дополни. ta Ако чини plotësoj. базичната Nëse услуга 1000 shërbimi евра, kushton плюс 1000 1000 евра, ќе 1000 црпам euro во edhe моето 1000 euro do të marr nga здравствено sigurimi осигурување. privat Едноставно, dhe јас unë do ќе të бидам jemi обезбеден, siguruar правилно në ќе се mënyrë të распределат drejtë do të парите, alokohen ќе mjetet, има do të ketë транспарентност, transparencë, ndërsa јас како unë si осигуреник, si здравствено i осигуреник, siguruar ќе дам shëndetësor задоволен, услуга do и të од marr државата, shërbimin и од edhe приватно nga здравствено shteti edhe осигурување. nga privati. Еден од моментите. Ndërsa Вториот момент momenti i што dytë мислам дека për të cilin mendoj se за që да të се arrihen të gjitha постигнат këto сите овие qëllime në цели të понатаму, ardhmen требат në и vijim, доаѓа edhe во derisa емисија малку erdha në размислував, emision mendova diçka, nuk kam bërë asnjë koncept, mirë po онако prej некои disa постапки, proceseve, процеси, procedurave, reformave të cilat për fat të keq prisja që në 15 vitet e kaluara të realizohen, mirë po nuk e realizohen, ato janë 2-3 që janë qenësore. Sektori farmaceutik duhet të përditësohet çdo ditë në kuptimin e çmimeve, listës pozitive, mirë po sistemin e kemi të mirë. Ne arritëm ta privatizojmë mbrojtjen shëndetësore primare dhe pacientët, janë të kënaqur në përgjithësi nga shërbimet, nga mbrojtja shëndetësore primare. Të gjithë vrapojnë pas pacientëve, sepse pacientët nuk janë vetëm pacient, por janë edhe para për mjekët amë në lidhje me kapitacionin, nëse dikush ka 4.000-5.000 pacientë, dhe as që bie në mend pra që të migrojnë në Gjermani, sepse këtu merr më shumë të ardhura para se sa në Gjermani, Itali ose në ndonjë vend të skandinav si mjek. Mirë po, ne kemi shumë specialistë të cilët janë në nivelin sekundar, nuk punojnë në spitale, por punojnë në shtëpitë shëndetësore dhe marrin paga jo të mira, dhe mendoj se duhet të vazhdohet. Ashtu ishte vizioni im si ministri i atëhershëm i shëndetësisë, se pas privatizimit të medicinës primare duhet të vazhdojmë edhe me atë sekondare, ku do t'i mbajmë përsëri mjekët, do të marrin një kompensim adekuat financiar nëse mjeku am sot fiton 1.500-2.000 euro. Ai që punon në nivelin sekundar duhet së paku edhe ai të marrë, madje edhe më shumë se sa mjeku am, por edhe t'i shfrytëzojmë edhe kapacitetet që të mos bëjmë një fyt të ngushtë tani siç bëjmë në Shkup në qendrën klinike. Nëse ne e reformojmë, privatizojmë mjekësinë sekundare në Manastir, Prilep, Shtip, do t'i shfrytëzojmë kapacitetet. Vetëm të përkujtoj sa emisione me siguri gazetarët investigative kanë konstatuar këtë kanë pajisje që qëndron në për shtëpitë shëndetësore janë të pashfrytëzuara. Sa është shfrytëzueshmëria e atyre pajisjeve, të cilët
cilët shfrytëzohen. Kemi pajisje që qëndrojnë në përpodrume. E gjithë kjo për shkak të asaj se mbrojtja shëndetësore sekondare nuk ishte privatizuar. Ju, nëse si pacient nesër keni nevojë për një mjekam, e ai që dërgoj te specialisti, dhe nëse specialisti nuk është me pagë shtetërore, pavarësisht sa punon ose jo, dhe të marr pagë, nëse punon në bazë të shërbimeve që do t'i ofrojë, ai nuk do të luftoj vetëm gjatë kohës, gjatë orarit të punës, madje edhe të kap në një lakë gjatë orarit të punës, ai do të luftoj për maksimum e shërbimeve të cilat do të duhet t'i jap, sepse çdo shërbim atij do t'i sjellë para dhe të ardhurat. Thjesht ne do të kemi një sistem shumë më efikas dhe pacientët nga zori pra nuk do të kenë si t'i marrin ato shërbime. Përsëri do të përmendin në Shtyp, manastiri Prilep Tetov, ta kapin, ta marrin rrugën për në Shkup, dhe në Shkup ju të mos keni ku të parkoheni në mëngjese, më pas se duhet të prisni radhë, nuk e di sa, edhe krahas asaj se ju nëpërmjet termini im keni prenotuar, por të mund mos i merrni ato shërbime, sepse nuk mundet t'i absorboj Shkupi 2 milion pacient. Mendoj se këtu duhet që qeveria e re, kryeministri, ministri duhet të fokusohen në këtë ndryshim, pra në këtë reformë, respektivisht privatizimin e mbrojtjes shëndetësore sekondare dhe regionalizimin e sistemit spitalor dhe kushteve. Dhe ne tani kemi klinika universitare, kemi spitalet të qytetit, si Shtypi, manastiri kështu me radhë, mirë po as në aspektin adekuat të kushteve, të pajisjeve, hapësirave, ose nga aparatura adekuate, dhe përsëri prej këtu pjesa më e madhe rikahzohen në Shkup dhe atje përsëri hasin shërbime jo adekuate shëndetësore, sepse ka të llovi të madhe, pra duhet të investohet, të modernizohen qendrat rajonale, si Spitali Klinik në Shtyp, në Tetov, spitalet Spitali Klinik në Manastir Orkumanov, pra në qytetet më të mëdha, edhe të motivohen mjekët, edhe të furnizohen me pajisje të caktuar, por edhe mjedis adekuate, hapësira adekuate, projekte të cilat kanë filluar para shumë vitesh, siç është ndërtimi i qendrës klinike objektit këtu në Shtyp, para 10 vitesh duhet urgjent të përfundoj, sepse thjesht ju nuk mundeni të jepni shërbime të mira nëse nuk keni hapësirë adekuate, dhe mjekët më të mirë do t'ju ikin, sepse secili duhet të ketë, dëshiron të ketë një hapësirë dinjitoze në ato 8, 9, 10 ose 12 ose 24 orë, kur do t'jetë kujdestar. Secili dëshiron të ketë një rreth të mirë të atmosferës punës. Mos flas për pacientët të cilët normal kur është vetë duhet të kemi freskët brenda, të mos alivanosemi, ndërsa kur është dimër të keni ngrohtë dhe komfort brenda. Kështu që qeveria e re, kryeministri, ministri i ri, drejtori i ri i fondit janë persona të kyç, të cilët këto reforma duhet t'i vendosin në tavolinë, nuk duhet të bëhen ndryshime të mëdha ligjore, vetëm disa ligje duhet të ndryshojnë, mirë po duhet të fillohet dhe me një vizion të qartë të ecë projekti deri në fund. Kjo qeveri ka mandati 4 vjeçar, dhe nëse tani fillojnë me të gjitha këto projekte dhe ndryshime, unë mendoj se për këto 4 vite mund të bëhet një kthesë e madhe në aspektin pozitiv të benefite, që të kenë benefite qytetarët. Unë kam pasur disa takime edhe me kryeministrin dhe me ministrin e shëndetësisë, kam thënë mendimin tim dhe ajo që mendoj se mund të bëhet dhe duhet të bëhet
kemi për fat mirë një interes të madh tek të rinj që akoma të studiojnë mjekësinë, them fatmirësisht sepse në perëndim vështirë përcaktohen të studiojnë medicinën sepse ke nevojë 6+6 të studioni që të bëheni një specialist i mirë ose të bëheni thjesht specialist. Kështu që keni profesione të cilat ju sjellin shumë më herët para dhe të ardhura se sa 12 vite të studioni medicinën mirë, po për fat të mirë janë të kërkueshme studimet e medicinës, flas për të 3 universitetet. Shpresoj se edhe fakulteti për infermiere në Shqip, jo vetëm e mesme, por edhe fakulteti do të kenë kushte hapësinore dhe kapacitete adekuate, sepse nuk janë vetëm mjekët dhe infermierët, janë një faktor kyç, sidomos motrat të cilët përfundojnë shkollën e lartë me fakultet 3-4 vjet, janë një hallkë në dhënien e shërbimeve mjekësore, sepse ata kanë aftësi të mjaftueshme, ndoshta jo si mjeku, por të mjaftueshme që për procedurat të caktuara t'ia lehtësojnë mjekëve. Këtu janë edhe laborantët, akusherët e kështu me radhë. Pra ka shumë profesione të cilat në mënyrë paralele, dini, ky proces nuk është proces vetëm një rrugë, por janë disa rrugë të cilat duhet të ecin paralel që të kemi një sistem solid të qëndrueshëm shëndetësor që do të jep shërbime adekuate. Pse mendoj se qeveria dhe të gjitha qeveritë e ardhshme duhet të fokusohen në shumë më shumë në sistemin tonë shëndetësor, sepse ne bëhemi gjithë një e më shumë shoqëri konsumatore e shërbimeve të mëdha. Mosha mesatare çdo vit rritet. Ju nëse keni në 65 vjeç pensionim dhe nëse para 40-50 viteve jeta mesatare ka qenë për shembull 70 vjet, tani ai kufi ngrihet në 74, 5, 6, ndërsa në perëndim edhe 80 vjet. Pra dhe ky periudhë për 20 vitesh popullata më e moshuar është konsumatori më i madh i shërbimeve shëndetësore. Pra fëmijët dhe më të moshuarit janë konsumatorët e mëdhenj të shërbimeve shëndetësore, ata më së shumti u nështrohen sëmundjeve dhe prandaj sistemi shëndetësor patjetër të përgatitet për dekadën e ardhshme. Pra këto reforma nuk duhet të jenë në drejtim të diagnozave për shembull që janë për sëmundje kronike dhe akute, por duhet edhe shërbimet geriatrike sepse do të kemi gjithë një njerëz më të moshuar, gjyshërit, prindërit tanë, të cilët duhet të shoqëria të kujdeset. Përmendet se keni pasur takime edhe me kryeministrin edhe me ministrin Taravari. A mendoni se me që zotri Taravari është mjek, është një vlerë e shtuar për ministrin sepse i din sfidat e sistemit dhe do të mund t'i korrigjojë në vitet e ardhshme? Ministri Taravari, unë me Sotri Arbenin njihemi mbi 20 vjet, jo vetëm që është mjek, ai ka edhe një kartë të madhe, të fortë, është edhe lider politik, sepse dini në qeveri pra qëndisen prioritetet dhe ju si minister mund të keni ide të shkëlqyera apo propozime, mirë po nëse nuk arrini që të fitoni politikisht, qeveria është aq, ajo ka resurse të caktuara
Ministri za financi miluje da kaže Ministri financeve më shumë preferon të thotë jo se sa po gjithmonë ju kërkoni ose propozoni projekte të caktuara, kështu që Travari e ka atë mundësi dhe privilegje të jetë edhe lideri një partie politike e cila ka peshë në koalicion dhe të jetë ministri i shëndetësisë, njëkohësisht edhe mjek, profesor universitar, të identifikojë të gjitha këto probleme që të mundet në mënyrë adekuate të paraqes para antarëve të qeverisë dhe kuvendit, por edhe para të gjitha institucioneve relevante në shtet. Kështu që mundësit mendoj se ekzistojnë. Kryeministri Mickovski është tejet i interesuar që të kemi një përparim të shërbime shëndetësore. Më kujtohet mirë, më përmirësoni nëse gaboj, mendoj se vizita e parë e tij si kryeministër ishte pikërisht në Shtyp dhe atë në rrethin e spitalit me zotimin se ajo që ka filluar para 10 viteve do të përfundoj. Vetë kjo tregon se sa shëndetësia dhe sa investimet dhe reformat janë të rëndësishme për këtë qeveri dhe sa janë në top listën e kryeministrit dhe ministrit. Do të kthejmë asaj pjese të përgjigjes suaj paraprake në atë se kemi aparate në për spitale që në shfrytëzohen, aparate të cilat zënë pluhur për të cilët të paguajmë amortizim me para shtetërore në vend që ato të alokohen në një mënyrë tjetër që do të jetë më e dobishme për pacientët. Në ndërkohë, Komisioni Evropian në raportin e vet të fundit rekomandoi se vendi duhet ta rrisë financimin në shëndetësi, të investojë më shumë në tek kuadrot, diçka që edhe ju e përmendët dhe në rekomandimet dhe në tjera thuhet se duhet të zbulohen dhe të kurohen sëmundjet e rralla në bazë të dhënave në regjistra. Pse, zotëri Selmani, është vështirë që të vendosen ato regjistra sepse shoqatat e pacientëve vite me radhë kërkojnë këtë dhe nuk kemi regjistra të tilla për shumë diagnoza dhe sëmundje. Nëse kjo mënyrë statistikore do të ndihmonte që më mirë të krijohen politikat nga kompetentët. Absolutisht po. Nëse ju nuk keni të dhëna statistikore, si do të planifikoni? Nëse ju nuk e dini se çka na ka ndodhur në vitin 2024, 23, 22 ose në 10 vitet e fundit, me çfarë trendi ju do të planifikoni për vitin 2025, sa buxhet do të ndani, cilat njerëz, cilin kapacitet, kështu që të dhënat rreth statistikës. Unë si biznesmen e di se as në biznes edhe në politikë, po thjesht është një sfidë që duhet të shihet planifikimi i suksesshëm dhe patjetër të keni ato të dhëna. Instituti për Shëndet Publik është një institucion që duhet t'i udhëheqë pra pjesën më të madhe të gjitha këtyre të dhënave, kështu që kur flas për reforma duhet të bëhet një reformim i thellë i atij institucionit. Sot tashmë jemi në një kohë kur inteligjenca artificiale funksionon. Sot mundemi me një klik ti keni të gjitha të dhënat. Jemi në një kohë kur nuk ka spital, nuk ka institucion, nuk ka sportel që nuk ka kompjuter. Dhe tani mua më vjen keq që projektin të cilin unë fillova si ministër me qeverinë atëhershme në vitin 2007-2008 nuk vazhdoi. Sikur të vazhdonte, sot nuk do të flisnim për këto mangësi. Kjo është sistemi integruar informatik, pra plani i cili akoma ndoshta qëndron në ministri, duhet të bëhet revizion sepse ka kaluar një kohë gjatë. Ishte pra që i gjithë sistemi shëndetësor të integrohet informatikisht, do të pyes publiku si. Pra, ne nuk kemi qindra institucione shtetërore të mos mundemi t'i lidhim në të njëjtin server. Kemi një fond
për mbrojtje shëndetësore që është përparësi e madhe e ceka në fillim të emisionit, kemi institucione shëndetësore të cilat mund të integrohen në një sistem shëndetësor nëse mundesh e para 15 viteve, tash mundet akoma më lehtë, që të mundemi vetëm me një klik të dim të gjitha, jo vetëm të kemi klaseret, sëmundjet dhe diagnozat, por të kemi edhe shumë më shumë nga kjo. Kartela elektronike shëndetësore që u aprovuan kur largova, unë ishte një rezultat ose një nus produkt që thjesht shkoj në pension para kohë për shkak të asaj se nuk ishte mirë i koncipuar dhe i zbatuar. Në thelbë secili prej nesh, çdo qytetar duhet të ketë dosje shëndetësore. Ne më herët kishim kartona të gjelbër shëndetësor dhe në vend që tani të kemi vetëm një legitimacion që mund të jetë vetëm letër njoftimi, vetëm një numër dhe të kemi akses, çdo mjek të ketë akses, pra jo cili do qoftë njeri, por mjekët të cilët janë të autorizuar, të kenë akses deri në dosjen mjekësore, ne thjesht u kthyem te librezat shëndetësore, ato të mëdha, të gjelbërta, të kaltërta. Ne nuk evoluam me kohën, pra ideja ishte në vitin 2007 formova një grup pune, komision prej ekspertëve perfekt, disa akoma punën në klinikë, disa janë nga ministria, dhe ishim për vizit në Izrael. Pra një vizitë qëllimore të Ministri i Shëndetësisë, vizitë e fondet, të spitalet, me qëllim sepse Izraeli para 15 viteve e kishte modelin më të mirë integrimit informatik të institucioneve shëndetësore, spitalet, shtëpitë të shëndetit, specialistëve dhe si fonda dhe si pacient. Dhe ky model duhet të zbatohet, madje edhe me mbindërtim të jetë akoma më i mirë edhe se në Izrael edhe në vendet evropiane. Ne kemi një përparësi sepse jemi një vend me 2 milion njerëz, një numër i vogël që të mundemi të gjithë të integrojmë. Filloi kompjuterizimi i spitaleve, për spitalet të mbetën jo deri në fund të integruara ndërmjet pra një prej proceseve që duhet të përfundojë është integrimi që të mundet një server të jetë në ministrinë, ndërsa një server rezervë të jetë në një bunker të mbrojtur nga havarit, që të mundet secili pacient që nga lindja deri në fund të jetës të mos mundet veti shoh të dhënat, mirë për në kombinim me dy qelsi i pacientit, që mund të jetë legitimacion dhe qelsin e mjekut që të mund të hapet dosja, që të shihet se cilat vaksina i ka marrë ose fëmijët e mi i kanë marrë, sa incizime rentgen kam bërë, çfarë ilaçesh kam marrë, a jam alergjika, kam trashëguar sëmundje kronike, pra me çka ballafaqohen që të mundemi ne të kemi një lëvizje të parashikueshme para dhe kështu tani kemi inteligjencën artificiale dhe kur të kemi të gjitha këto të dhëna mund të na tregoj rrugën se çka na pret në 10-15 vitet e ardhshme. Ky projekt në vitin 2008 shtetit i kushtonte vetëm 6 milion euro të atërshme. Nuk e di a u harxuan ato pare, mirë po e di se projekti nuk u realizua. 6 miliona deri në verzionin më të shtrenjtë, rreth 8 milion do t'i kushtonte shtetit. Pra, për të pasur integrim të gjithë sistemit shëndetësor nga ilaçet, rezonanca magnetike kështu me radhë, çdo qytetar të ketë dosje, një lloj si në MPB. Në polici
kemi dosje. Policia me letërnjoftimin ose numrin AM gjithmonë mund të kontrollojë ose në gjyq kështu me radhë. Pra një kohë kur shëndeti është shumë i rëndësishëm për shtetin sepse jo që njerëzit janë vetëm konsumator kur janë të sëmurë, se harxojnë ilaçe, se shtrihen në spital dhe harxojnë akoma më shumë para, mirë po shoqëria e sëmurë nuk jep asnjë farë produkti, nuk prodhon. Pra ju, kur keni njerëz të sëmurë të cilët nuk vinë në punë, juve ju bie produktiviteti. Pra nga një anë harxhoni, nga ana tjetër nuk keni prodhimtari. Sot ashiqare në kushte kur kemi natalitet ulur, kur plaket popullsia, kur çdo shtet lufton që të ketë fuqi punëtore shtesë. Pra të themi hallka më shtrenjtë në çdo shoqëri bëhet njeriu, mirë po njeriu duhet të jetë i shëndetshëm që mund të kontribuojë për shoqërinë. Edhe pse jemi një shtet i vogël, vështirë vim deri te shërbimet shëndetësore, kemi mungesë të kuadrit në degë të caktuara të medicinës, ndërsa nga ana tjetër kemi personel mjekësor ku mjekët shërben 10 pacientë në ditë. Tani, për këtë problem me mungesën e kuadrit, është e vëdishme edhe qeveria aktuale, sidomos sipas deklaratës zotri Igor Nikolov, këshilltar për shëndetësi i kryeministrit Mickovski. Ai pati një fjalim në një konferencë në Shkup që organizoi Oda Ekonomike e Amerikës, të dëgjojmë pra në vazhdim pjesë nga fjalimi i tij. Па во продолжение слушаме дел од неговиот говор на овој настан. Da bide pojasno. Patjetër të them se qeveria prej kur erdhi në skenë në 100 ditët e fundit, por edhe paraprakisht, prioritet e kishte sidomos në shëndetësi të hartëzonte gjitha ato probleme dhe ato mangësi dhe defektet të cilat ekzistonin dhe të cilat i trashëguam. Dhe kjo është trashëguar në një periudhë prej më shumë se 20 vitesh, në këtë periudhë prej 2 dekadash me çka ballafaqohemi tani është se kemi një politikë kuadrovike që është vërtet problematike nëse pyetni në për shtet. Të gjithë duan të jenë ginekolog, chirurg dhe dermatolog, kështu që politika kadrovike do të jetë prioriteti ynë dhe ne përgatisim një aktivitet serioz të angazhimit të specializatëve privat me gjas në Bugar, nuk e di a keni dëgjuar për një terminologji të këtij. Kështu që secili dëshiron të specializojë atë që ka si synim dhe është vërtet pak problematike sepse dhe na imponohet në sistemin shëndetësor. Prioriteti i dytë është zhvillimi i metodave të screeningut, sepse kemi një farë screeningu, mirë po screeningu gjithmonë duhet të jetë më mirë i zhvilluar dhe më adekuat, për shkak se pa screening të mirë nuk mundemi të marrim të dhëna adekuate, ndërsa pa to nuk mund të bëhet planifikimi i mirë, por jo vetëm të dhëna, por edhe mënyrën se si ti trajtojnë pacientët. Kishim një takim me organizatën botërore të shëndetësisë, ku na thanë vetëm nëse aprovoni screeningun do të merrni një numër të madh të pacientëve të cilët ndoshta do duhet të trajtohen, ndërsa ju nuk do mund t'i dilni ballë atij numri. Kështu që duhet paralel të zhvillohet të gjitha këto 3 nivele dhe sisteme të cilat do ta afronin sistemin shëndetësor deri te popullata dhe në fund do doja të them se nevojitet një stimulim më i madh tek personeli, sepse kemi personel që largohet prej vendit, sidomos ai me shkollë të mesme dhe mjekët am, të cilët në një farë mënyrë janë të deleguar ose dëshirojnë të pozicionohen në shëndetësinë publike ose në spitalet e mëdha të centralizuara. Të gjithë dëshirojnë të punojnë në spitalet e mëdha sepse ndoshta atje kanë një farë siguri dhe kjo na bën problem në atë strategji që zhvillohet edhe në planet evropiane për decentralizim dhe për afrimin e përkujdesjes shëndetësore deri tek pacienti.
пациентът, респективишта аксес во томатнерите пациентат. Достапност до пациентите. Да биде појасно. Моја препорака Рекомендим има ингрохт пра спиталите рајонале, пациентrat след канфилуарт андертогоен дерин фунд ca premtim incurajuesen ga ministri dhe kryeministri se spitali në Kërçov dhe në Shtyp do të përfundojnë shumë shpejt, mirë po këto janë vetëm 2 rajone, pra duhet urgjentisht të bëhet një projekt edhe për spitalin e Manastirit, Kumanovës, Tetovës, për spitalin klinik. Tetova është një rajon i cili shërben mbi 200.000 njerëz më gjerë. Vetëm Tetova, pa Kustivari. Dhe në fund qendra klinike universitare, spitalet universitare me gjithë fakultetin e medicinës, projekti i cili në vitin 2008 ne e filluam si feasibility studim që të mund të gjendet një vend adekuat dhe një organizim modern i klinikave spitalore jashtë qendrës së qytetit. Doli pastaj si propozim Gjorgje Petrov, Bardovci, afër Qarkores, mirë po kaluan shumë vite dhe nuk ka asnjë farë përparimi. Dhe thjesht në mëngjes edhe të punësuarit kur vinë nuk kanë se ku të parkohen e kumbet të pacientët, pra kemi shëtitje të pacientëve. Ky koncept ka filluar që nga viti 46-47, kur për të parën herë është formuar, themeluar fakulteti i mjekësisë dhe spitali atërshëm klinik. Pre atër kanë kaluar dekada, ka te kaluar koha, pacientët nuk mundemi ti qojmë me karoc për një klinike në tjetrën, kote nxehtë, ftohtë, me ilaçe, me infuzione, pra ne thjesht duhet të kemi vetëm një vend, ndoshta me më shumë etazhe, por patjetër të jetë i mbyllur sistemi që të munden të përkujdesen pacientët dhe këtu shteti duhet të jap prioritet. Ne harxojmë buxheti i vitit 2007 ose 2008 deri më tani supozoj se është rritur për 3 herë, nëse atëherë ishte rreth 2 miliard, tani mendoj se është rreth 6 miliard, pra buxheti shtetëror. Do më thënë, duhet në mënyrë adekuate të planifikohen dhe të harxhohen parat, po, neve na duhen edhe rrugë dhe ujësjellës dhe kanalizim. Mirë po, shëndeti i qytetarit është një gjë shumë e rëndësishme, nëse ne nuk kemi një popull të shëndetshëm, punëtor të shëndetshëm, ne do të ngecim edhe në bujqësi të mos kemi kusht na prodhoj ushqim, do të ngecim edhe te fabrikat, nuk do të ketë kusht të i laj rrugët, kush na i mësoj fëmijët, kështu që shërbimet shëndetësore sipas meje janë maja, kulmi, prioriteti. Unë të doja t'ju pyes me që përmendet se edhe përgjithsisht njerëzit kanë problem me shëndetësinë, kanë ndryshuar shumë indekse me problem në zemrës dhe gjithçka tjetër. A mendoni se mund të krijohet një paradigmë e re dhe fëmijët tani kanë nevojë diçka në Lëndën ku mësojnë sportin, përveç kulturës fizike të kenë edhe diçka plotësuese, për shembull të edukohen edhe për jetën e shëndetshme, të dinë çka të hanë, si ta menaxhojnë stresin, si të gjenden këtë jetë tepër dinamike që është zhvendosur nga jeta konvencionale që ishte para për shembull 2-3 dekadave në Ballkan, ku njerëzit më shumë punonin punë fizike, ndërsa tani të njëjtin ushqim e konsumojnë, por të gjithë punojnë në zyra. Për fat të keq, këtu kemi një problem shoqëror. Kjo tashmë është epidemi në nivel botror, nuk është vetëm tek ne. Kjo është se sidomos të rinjtë dhe
fëmijët janë të lidhur me celularët e tyre dhe nëse para 20 apo 15 viteve ne më shumë luanim futboll ose basketbol gjatë kohës së lirë në lagje, në fshat, në shkollë ose nëse voglushët luanin e majsa sa lastik dhe ne hipnim edhe ku duhe dhe ku nuk duhe në për drunjë, pemë, tani ndoshta pedagogët duhet këtë ta ideojnë, mirë po një prej lëndëve se si ne të përmbahemi nga veset e këqia, ndërsa vesi keq është të përdorish celularin, të shohësh TikTok dhe aplikacionet të tjera, për më shumë se nuk në duhet as pak dhe njerëzit të bëhen, sidomos fëmijët me shprehi të shohin në celular, të hanë ushqim të pashëndetshëm, chips, smoky ose ëmbëlsira, dihet pra parashikimi për një jetë të këtill se në 20-30 vjet mosh cilat sëmundje do t'i ketë ai person me një stil të tillë të jetesës. Pra këtu duhet shumë që nga fëmijëria hershme, po parasgjithësh prindërit duhet të edukohen, nuk është kjo çështje vetëm e institucioneve, por është edhe shprehi prindërore, sepse ju në shkollë sado që të doni të edukoni fëmijët nëse në shtëpi ka një storje tjetër, një ambient tjetër, nëse të rriturit nuk kalojnë kohë me fëmijët dhe të bisedojnë me ta, por i lënë vetë. Ne kemi tani një fenomen tjetër që është pasojë e gjithë kësaj. Sa fëmijë kemi tashmë me autizëm, nëse para 20 viteve kanë qenë ekzemplar që mund të njihen gishta, sa tani është dukurie shpesht. Unë lexoja një analizë apo statistikë këtu në Shqip, pra që të nxënësit e klasëve para, 60% e tyre kanë problem me të folurit. Ashtu lexova shpejt një informat të këtill. Nëse ju në moshën 6 vjeçare, 7 vjeçare, te klasët e para keni 50% që kanë probleme të folurit. Ne pra kemi defekte në shtëpi. Thjesht ata fëmijë tashmë shumë vështirë apo as pak nuk komunikojnë me gjyshin, gjyshen nuk komunikojnë me prindërit, por kanë mbetur në rrjetet sociale që flasin çfarë do gjuhë, koreane, kineze, angleze, kështu me radhë, mirë po, jo në gjuhën anëtare. Prandaj vini me defekt në të folurit dhe nuk e njohin gjuhën anëtare. Ne kishim edhe një analizë gazetareske kushtuar për shëndetin fizik të fëmijëve dhe duke i sublimuar të dhënat të Institutit për Shëndet Publik, erdhëm deri në konkluzion se fëmijët e kanë të shtrenjtë boshtin kurrizor si pasojë e keqpërdorimit të celularëve, pra është një problem tjetër shëndetësor që në mënyrë shtesë duhet të jetë subjekt i diskutimit. Do doja t'ju kthej prapë kur ishit ministër, a praktikonit që të realizoni takime me organizatat e pacientëve, sa i dëgjonit përshtypjet e tyre për atë që ta inkorporonin ndoshta në reformat apo ndryshimet të cilat i keni mësuar. Unë krenohem atë fakt se shoqatat e pacientëve, OGQ-t janë të regjistruar dhe që bëjnë një punë shumë të mirë në shoqërinë tonë. I kisha partner. Në kuptim të asaj, nëse bëhet fjalë për një shoqat që lufton kundër karcinomit në gjë, ose të sëmurët nga veshkat, apo shoqata diabetes, ose 3-4-5 shoqatë, thjesht ata ishin partnerët e mi dhe për mua si një ministër nga i cili pritet që të krijoj politikat,
За мене Ishin како shumë përndihmë që të mundem t'i balancoj jo vetëm nevojat dhe pritshmëritë, por edhe mundësitë, sepse të gjithë ata njerëz të cilët i përfaqësojnë atë shoqata, ata janë edhe shumë mirë të edukuar, ndoshta jo në nivel të mjekëve, mirë po aq shumë lexojnë dhe aq bukur janë të organizuar që të japin informata të çmueshme që të mundesh t'i vësh në tavolinë me profesorët përkatë, specialistët dhe të kërkosh zgjidhje për çështje të caktuara. Kështu që i rekomandoj çdo politikan, çdo ministri të ketë kontakte të drejtpërdrejta me shoqatën, sepse shumë gjëra të cilat nuk mund të thënë as këshilltarët e tyre, as drejtorët e klinikave, as drejtorët e spitaleve, as deputetët, do t'i dëgjoj dhe do t'i marrë si informata të çmueshme pikërisht nga ato shoqata. Edhe një pyetje mbi kontekstet e reja. Tani pas pandemisë 2019 ka vende perëndimore të cilët më së shumti kanë shërbime të këtilla përmes telefonit. Ju si ish ministër, çfarë mendimi keni? A mundet për shembull disa shërbime bazike për sëmundje shumë të lehta të merren? Jo. Mendoj se tek atëherë të mos tingëlloj si konservativ, kjo është një lloj sikur të më pyesni a mundet mjeku im am ta zëvendësoj inteligjencën artificiale. Do shkruajmë edhe në fyty dhe më jepni recept, mendoj se kjo tash për tash nuk them pas 10, 20, 30 viteve, por flas tani për tani, mendoj se kjo nuk duhet në këtë kontekst mendohet, sepse pasojat mund të jenë shumë të këqija, shumë të mëdha edhe për pacientët, edhe për gjithë sistemin tonë. Thjesht nuk ka vend, nuk ka hapësirë në shëndetësi për gabime. Fatura shumë e lartë, bëhet fjalë për jetën e njeriut, nuk ka asnjë përgjegjësi ai që në telefon do të thotë diçka ose inteligjenca artificiale që do t'jep përgjegjësi. Ka përgjegjësi ke këtë gjykosh të dënosh, mendoj se në shëndetësi, po sa më shumë informata, pra sistemi informatik, mjetet të instrumente të reja, teknologjie re moderne dhe pajisje moderne të shfrytëzohet, mirë po vështirë se njeriu, mjeku apo specialisti i mirë, vështirë mund ta zëvendësoj. Jo nga ana tjetër mund të paraqitet çdo kush. Jo, për shembull, mjeku am t'ju jap këshilla. Pra, mjeku am është diçka tjetër, është rast tjetër, sepse mjeku am juve ju njeh si pacient. Pra profilin që e përmendëm. Jo vetëm profilin, por me mjekët am ne të gjithë të njihemi mirë, na dinë edhe fëmijët, patologjinë, problematikën dhe jo rrallë ne e praktikojmë, ne bashkëshortët tona të paraqiten kështu është në me fëmijën tim, çka mendoni për këtë? Kjo është e rekomandueshme nëse ka qenë në te mjeku, ndërsa nesër pas nesër të konsultoheni në telefon. Kjo është mjaft e mirë dhe e rekomandueshme, mirë po. Mjeku nuk mundet asnjë aparat të zëvendësojë nga ana tjetër, asnjë inteligjencë artificiale apo të themi ndonjë central ku do të jenë radiktursi telekom, si anjishi, njerëz të cilët nëse ke problem në internet, ata ta zgjidhin. Çështja për shoqatat e pacientëve jo rastisht e parashtrova sepse ne biseduam me gra të diagnostikuara me kancerin në gjë dhe ata treguan se cili sipas tyre është problemi kryesor në shëndetësi. Të jetë më qartë. Da bide pojasno.
Кура Кога ја добивте диагнозен диагнозата рак на карцином дојка? на ди. Диагностификован филмта витидимената балдие де паш петуар пресилнимат топтин вогрта шутјуатур де мора диагнозен тет гушта, а штуче пастай мора да термин пар операцион. Со тоа што после тоа веќе добивте термин за операција. Штатор, дрс операцион иште макатер тетор димената балдието. Значи 4 октомври 2019 Кедна година. клинике, Оперирана во клинички центар. Има Мојата диагноза е карцином на дојка. Дуа стадиуми. Како се сноѓате со термини и кои се другите прегледи кои треба да ги правите освен ехото на дојка, за да може докторите на клиниката за онкологија да ви ја следат состојбата? Кјун декин дендентуај, крахас ехос дирит, кишта да мамографии, За почетокот да речеме во текот на 20 година, 21 во периодот на короната, корона с термините си киште, гиндашин фармонира пас тераписки шапак проблеми системна ештраве де бараскент скелетите и цили на ня мора на ня термин регуларно посикале на вите ташман дехет проблеми ме мунгеса не термине не дуати бајм си пациента онкологист ташмата диагностикуар пршему контрол ехо гири ден се кане вој ехот абдомените митрас ковша са крахрори компютер пет скенек шумарат прашта проблеми малта ме термина се првата кеч numri пациентаве онкологист шумарите тетани на периода на фундите вета манура е пренатимит кандрушуар кашту ќе тем синтеришта пресим чекаме. Un campara nezadita jamna sistemi par ehon gide par abdomen pra presi. Значи чекаме. Си Како ги пренатони закажувате прегледите? контролет. Извештај што Рапортите јеп онкологу кој трегон сечка каркон, ме атакте имите јекуам да и на футна систем, де системи на фут правна термин. Си дотједне терминет, пикпуете. Знак прашање. Дали промената на патеката за закажување термини донесе улеснување за пациентите или пак и понатамо се приморани да се прегледуваат во приватното здравство? Ако им е хитно, на се екан ургент јан тоа детуруар а то контролет и бен шандецим привате ку чмимете јан пак солидата темат крипура се цили пренеш нукмунтиалеј ветветеската да е въштирсуар првата кеќ. Ciljaš apeli uajderite autoritetet шандецорот и да ѓојн пра пациентот да шоќата тетура сепсе пациентот јан фидбеку пра се си дуат функционални системи. А третим не деританишам на доња третим тари осе си копјим гапје са реетит да си апелим до тиште ќе те вендоседне фар ренди на кендра на онкологике функционал на Македонику, прурја е пациентот онкологик, првата кеќа шум е маде, канта вштирсуар да персонели, инфермиерот де докторот, порадовет пациентот. Пра патиетар да бъхен друшиме де дишкаќашта, ако ме меренсично пар не, мунгеса е терапиве онкологике, та своглохет, де та ревидохот, тън друшой. Иса терапита сега нукен функционали дешка, тојн параците на метастазаве, прата хиден пошта, дета силен терапитарејата, силе ташма трегојн се ниекими и пациентов онкологик, јашта македонист, де јашта балканит, ошта пак на ња нивел пак мателјарта пра морталитет јашта своглуар, кален та самур кроник, де ритет пра витет јете с пезле, песамадиет, мадија де Ана, како триде. изгледаше вашиот третман? Traiti milioa. Јам пациента превите dimensija Z2A, карцином инвазив, ме трени ансата капура,
kalova në 8 cikle hemoterapie dhe 25 rezatime. Pastaj isha në terapi tabletare, dekapti dhe pas një kohë vendosa të bëj edhe maksektomi të gjirit tjetër dhe ti heq edhe vezorët me mitrën me gjithçka, sepse karcinomi im është i varur dhe kisha edhe rrezikë tjera dhe në konsultim me ginekologun dhe onkologun vendosëm se kjo është qasja më e mirë për mua. Si vine Kako deri dođete do në termini za termine pregled i për da li kontrol dhe koristite ashtu usluge vo zoni privatnite shërbimet zdravstveni private. ustanovi? Screeningut i cili duheshte ta thjeshtësoj shtegun e bëri akoma më të komplikuar, akoma më të rrezikshme se ato të diagnostikuarit. Unë pjesën e parë të mjekimit gjithmonë shkoja privat sepse nuk mund të gjej termine në atë shtetërore dhe një prej atyre kërkesave të cilat i kemi është pikërisht ato protokolle para se gjithashtu në onkologji të ndryshojnë së bashku me të rinovohet edhe programi screeningut, jo vetëm për pacientët e ri, por edhe ata ekzistues. Dhe si gjithmonë për ne prioritet mbeten medikamentet dhe lista pozitive, sepse gjithë kjo që e flasim preventiva screeningu, nëse lista pozitive në Maqedoni nuk ndryshon dhe nuk fillon të ngjajë as këtyre të institucioneve botërore, gjithë preventiva vjen në ujë dhe do të ballafaqohemi me gjithë një më shumë kancer metastazik. Дали како онколошки пациенти веќе ги предучивте вашите барања до Министерството за здравство? Tashmë kemi pasur 2 takime me Ministrinë e Shëndetësisë. Me që është shumë e madhe si që dinti gjithë pacientët onkologjike, më pas planifikojmë edhe një takim me drejtorin e fondit shëndetësisë, të cilit ja dorëzuam pra listën me terapinë së bashku me doktorët bëm atë listën e terapive, 30 ilaçe, cilë tha se e ruan me kujdes, e mban gjithmonë me vete dhe se në vitin 2025 do të shqyrtohet dhe do të zbatohet. Është koha. Lista pozitive thjesht patjetër të ndryshojnë. Cilët janë propozimet juaja për zhvillimin e kaosit në klinikën e onkologjisë? Kështu, unë për një kohë dhe thash një fjali e cila thotë nëse duam ta mobilizojmë provincën, hapi i parë është resocializimi i doktorëve të cilët ndoshta i ka zënë gjumi në provincë, madje e tek atëherë dispersion. Si propozim yni është që së pari të sillen kuadro prej qyteteve të tjera, përfshirë edhe 8 shtatorin në klinikë, të njoftojnë me pacientët, të shpërndanë ato në mënyrë të barabartë. Ne kemi dëshirë të bëhet një pres kancer qendër. Propozimin është që kjo të jetë spitalitet shtatori, mirë po akoma ky propozim nuk është dorëzuar zyrtarisht, presojmë se do ta dorëzojmë edhe zyrtarisht së shpejti, sepse në onkologji pjesa më e madhe jemi pacient të kancerit dhe nëse ne ndahemi, kemi një qendër i cili me kalimin e kohës e dim se nuk do të jetë kjo brenda natës, do të bëhet një pres kancer qendër i vërtet me kirurg torakal, radiolog e kështu me radhë. Kjo është ëndra jonë, ne shpresojmë se do të kemi mirë kuptim nga institucionet dhe do të arrim që ta realizojmë gjithë këtë. Në ndërkohë do të jetë mjaftueshme nëse të rritet një pjesë e doktorëve nga provincat, nga 8 shtatori, do të futet edhe turni i dytë për kontrole dhe ajo për çka punojmë dhe u bisedua me Fondin e Shëndetësisë dhe me onkologjinë është terapia tabletare të ketë mundësi të ngrihet në barnatore, pra kjo është një trend në Sloveni dhe në vendet botërore. Nuk ka nevojë që pacientët nga provincat të shkojnë për një tamoksifen latresant, të vinë në klinikë për ta marrë terapinë. U bisedua me drejtorin e klinikës onkologjike dhe me ministrin e Shëndetësisë, kështu që shpresojmë se ndoshta kjo do të jetë një prej hapave të para, sepse kjo është mënyra më e thjeshtë që të lehtësohet qasja në terapi. Од кога сте пациент на клиниката
за онкологија. Пациенте на онкологија, јам оперувар пара фикс тревите ѓус, да акома јам те што ќе дошовен да рекордот што ќе Саш проблема ја ќе пациентот што пациентите не ги добиваат потребните услуги во болниците од внатрешноста. Спиталите провинција Bëhen shumë të këqia dhe nëse jeni të njoftuar, ju me sigurisht se për çka luftojmë ne. Sipas meja është problemi I vetëm ajo të llogjitë mos organizimi dhe normale nuk mundet një doktor të përkushtohet maksimalisht atë shumë pacientëve dhe prandaj luftojmë që të bim deri në diçka që të shkarkohet disi ajo të llogji sepse gjithë më shumë pacient kemi për fat të keq sidomos për kancerin në gjë. Dhe do të punojmë në atë që të ndajmë atë pjesë nëse mundemi, shpresojmë se do të mundemi dhe do të arrijmë për shkak të asaj sepse ne jemi luftare që të ndahet disi të paktën ajo pjesë të shkarkohet të llojia në onkologji dhe intenzivisht do të punojmë për këtë. Pse disa pacientë tonë se marrin kredi për të lekuar. Дали дел од средствата ги користат за прегледи на приватно? Контролен приват. Unë besoj në gjithçka për shkak të asaj se ne nuk kemi termine, ne jemi të detyruar si paciente të shkojmë privat. Ja, unë personalisht kontrollet e rregullta të cilat duhet t'i bëjmë, unë mund të them vetë për vete se jam 3 muaj në ato kontrolle dhe realisht 50% nëse shfrytëzoj termin të gjej në ato kontrolle, kjo është vërtet për të përshëndetur. Diçka tjetër e bëj privatisht që do të thotë se shteremi edhe financiarisht dhe në çfarëdo mënyrë tjetër për qytete tjera nuk do të komentoja për shkak se ata besoj se ata akoma më shumë japin se sa ne që jemi këtu në Shkup, sepse patjetër të paguajnë transport, patjetër të presin tërë ditën në qytetet më të vogla. Rallë kush mund të lejoj që të shkoj privat të mjekohet ose të paguaj edhe terapi, shkojmë edhe me donacione dhe me diçka. Dhe do donim shumë që këtë ta ndryshojmë. Si I prenotoni kontrollet? Siç thash edhe paraprakisht një pjesë mund të kapi termine për kontrollet e radhës, këtu bien edhe shumë kontrolle më shumë sepse nuk janë në pyetje vetëm gjoksi, bëjmë abdomen, bëjmë zemër, bëjmë kontrolle ginekologjike dhe të gjitha ato gjëra, analizën e gjakut, tumor markerët dhe gjithçka është e nevojshme dhe në përgjithësi po diçka shkon në onkologji që e kemi gratis neve pacientëve onkologjik kur bëhet fjalë për pasqyrën e gjakut dhe tumor markerët. Jashtë kësaj, diçka tjetër shkojmë privat unë për shembull që shkoj privat edhe shtetënore për ta ruajtur terminin dhe të shkojmë me rezultate tek onkologu im. Da bide pojasno. I dëgjuam deklaratat e pacientëve të cilat I intervistuam, ndërsa në vazhdim ju japim një pjesë të përgjigjeve dhe përvojat e publikut tonë, respektivisht I ndajmë një pjesë të përgjigjeve nga anketa që e vendosëm nëpërmjet instrumentit për angazhimin e publikut. Në njërin prej përgjigjeve të anketës thuhet se shumë gjëra duhet të ndryshojnë, nuk ka ilaçe në listën pozitive, pacientët borxhet të mëdha. Dikush tjetër prej lezuesve tanë thonë kjo është apashhan, nuk është shëndetësi, nuk ka termin, qasja për të moshuarit është I tmerrshëm në kuptimin je I moshuar nuk ke nevojë për përkujdesje në pacientë për velesit të gjesh termin është një lloj si të fitosh shtatshë në loto, tani shitisim duke kërkuar mjek një prej përgjigjeve vjen nga një qytet I vogël në
градови во источниот дел на државата. Пациентот вели парите што ги плаќаат пациентите од истокот одат во Скопје, а немаат пари таму да бидат упатени. Туку прво одат во Штип или Кочани, каде што нема доволно лекари. Системот е лош, парите од фондот ги снемува, се вели во одговорите. Пациентите забележуваат и дека оние луѓе со сериозни хронични болести не може да го остварат правото на додаток за туѓа нега, забележуваат дека има хигиена нула и никаков ред, бирократијата е голема и долго се чека за резултати. И тука сумирањето на одговорите од анкетата ќе го завршиме со искуството на пациентка која тврди дека оперирана од карцином на крвната жлезда. Вели извадени се сите паротиди, а не можам да си земам рокатрол. Може само со диагноза на цироза или невролошки проблем. А јас без нив можам да функционирам максимум 2 дена. Секој пијам 4 таблети калциум карбонат. Како да функционирам ако немам пари да ги купам на приватно, а едно пакување чини 666 денари. Месечно ми се потребни 4 пакувања, додава пациентката. Господине Салмани, очигледно предизвиците се бројни, ни треба се опфатна промена. Што е тоа што адхок барем би можело да се направи? Кои се тие мали чекори што може да ги земаме, за да дојдеме до всеопфатна реформа? Редот, воведување на ред и дисциплина, мислам дека е нешто што може многу брзо да се направи. Ошто дишкаќа духет на манур хиерархи кога министри директори фонда министри премиерот, директорот институционе вештетроре и директорите препошта да ме да се ќе му да бъде шпейт и мислам дека тоа може брзо да се направи. Кој што не бара працува се на лиќе, аз мијата рефинансијаре. Рете логредања де дисциплина. Ќе ошто дишкаќа му да бъде на се шпейти. Мир потом скремната ќе там да не се навратам на тоа што кажував. Кажам директно следуата бъхен варетите пациентове забелешките, коптимне коменте, ветадјетја негативе, да се мунгон, njërët tjetra, treta, pra vërtet duhet të bëhen tërhyrje shumë të mëdha, përpjekje shumë të mëdha për të përmirësuar gjendjen. Nuk është gjendja vetëm një kahëshe në një kanal pra duhen janë të nevojshme më shumë kanale, më shumë zona, në shumë segmente duhet të punohet. Ne shpresojmë se arritëm të prekim disa segmente nga ajo që është përkujdesja shëndetësore, sepse përkujdesja shëndetësore nuk është vetëm mjekuam ose vetëm farmacia, por një sistem i plot kompleks që fillon me mjekunam dhe mbaron me spitalet klinike universitare, respektivisht te shëndetësia terciale, por këtu janë informatat, është Instituti për Shëndet Publik, sepse atje duhet të mbahen të dhëna statistikore, edhe fondi është një instrument mjaft i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm, i cili paguan, i grumbullon parat dhe i paguan shërbimet shëndetësore. Ne nuk i përmendëm as pak institucionet private shëndetësore, të cilat po ashtu janë një segment i rëndësishëm, mirë po disi janë lënë sikur janë jashtë sistemit. Како да се надвор од системот, значи оставени се сами. Vetë të kenë со пациентите си raporte bilaterale me pacientin, kështu shteti mundet të bëj shumë që të jetë ndërmjetësues ndërmjet dhënësit të shërbimit, institucioneve private shëndetësore dhe pranuesit të shërbimit si pacient. Këtë nuk e tashme, po kjo mund të jetë një mjet i rëndësishëm për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore, kështu që materia nuk është e thjeshtë, është komplekse, kërkon kohë dhe punë të mirë, por parasititash kërkon që të fillohet, pra nëse nuk fillon ju me reformat,
ако не започнете вие со реформите и со острадување на нерегуларностите, никош нема да стане бара да се трне и решително да се бори. Не треба да се страни да каже дека Ka pra në kontime 2, 3, 4 doktor specialist dhe drejtor u kapën me korupcion. Kështu që kjo dukuri negative duhet të luftohet dhe duhet të reduktohet në një farë minimumi të mos tingëlloj idealistik të shërënjosit, por në një shoqëri ideale nuk duhet të ekzistojë. Në një shoqëri të mirë, pra nuk do të ekzistojë, por këto do të paralel të luftojmë të gjithë, kështu që ka shumë gjëra për të të flitet, mirë po duhet edhe të veprohet. Treba, например, да се каже дека има и многу добри доктори, не многу добри лекари, не целата Македонија само перцепција на 3 лоши коментари, што треба да се мотивират и добрите случаи. Јас сум имал многу добри случаи и во Тетово, и во Скопје, и затоа баш сакам да кажам дека од моето искуство јас сум имал и добри случаи на многу добри и вредни лекари. Не само дека има добри случаи, во човековата психологија добрите работи не се споменуваат, ниту се фала. Затоа што човек, граѓаните викат, тоа ми следува на мене. Јас сум платил цел живот здравствено осигурување и треба да добиам таа услуга. Зашто да фалам некого? Значи, луѓето се склони да критикуваат кога не ги добиваат очекуваните резултати. Инаку ние ако оставиме, значи, да ги броиме позитивните и негативните, сигурно дека има повеќе од позитивни, него што има негативни. Меѓутоа, во суштина ние треба да се стремиме, што е најмногу можно да немаме негативни искуства и да немаме негативни незадоволни пациенти, туку сите или скоро сите да бидат позитивни. Вие само во тек на 24 часа имате безброј позитивни случаи, каде што едноставно им се спасува луѓето животот. Дали е тоа во Скопје, дали во периферија или во било кој град. Дали се работи за хитната медицинска помош што се пушта, што се прати или кај не знам, било кои ургентни одели во разни болници, имате вие преку стотици, илјадници пациенти на кои што им се спасува живот. Колку им се олеснува маката, колку им се намалува болката, колку операции имате во тек на денот кои што се животно загрозувачки, кои што завршуваат на задоволство на пациентите. Им се, значи, болеста им се опоравуваат после тоа. Така што имате многу позитивни. Меѓутоа, едноставно ние денеска сме како емисија и тука се политичарите, односно народот ги бира политичарите на избори непосредни, да ги решат проблемите. Затоа што тоа што е добро. Значи патот Скопје Штип е супер. Никој не го спомнува патот, затоа што тој е направен и автопатот функционира. Меѓутоа, дајте болницата што е почнала пред 10 години да се заврши. Дајте акселераторот. Што треба се заврши, да се заврши. Значи, имаме многу работи кои што едноставно треба новите предизвици на времето. Контестон се кеми шенгу и позитив да мек чешка примери доктори кои што од пространство по своите искуства ги пренесуваат тука со некои нови иновативни методи и начини, нели особено на хируршки зафати. Драго ми е, Лорик, дека си имал такво искуство во јавното здравство и посакувам, нели, да немаш здравствени проблеми, но некогаш ќе се јави потреба повторно да доживееш такво искуство, но ова што сега го предочивме и прочитавме беа навистина одговорите кои што нашите читатели ги посочија на анкетата. Овде некаде јас би го заокружила денешното издание на подкастот. Се надевам дека успеавме да ја направиме појасна сликата околу кревкоста на македонското јавно здравство. Фала многу за господинот Селмани што го прифати нашата покана и заедно се обидив, имавме обид да направиме да имаме подобар поглед за предизвиците и можните солуции на здравството во Северна Македонија.
Благодариме за поканата. Мислам дека зачнавме неколку теми. Појдете. Се надевам дека како луѓе и вие како новинари, еве денеска и јас како бивш министер дадовме одредени наши размислувања во јавноста, дека еден дел може да бидат утре и реалност, да се спроведат од сегашната влада, затоа што на крајот на денот проблемите не се исти. И ние, без разлика кој статус имаме социјален, без разлика дали сме помлади или постари, повозрастни, сите сме потенцијални на нашиот здравствен систем, Ви благодарам и јас уште еднаш за прифатената покана да ни дојдете на гости во студио, само како за крај едно дополнување од заклучоците од анкетата и споделување на статистичките податоци. Ја прашавме нашата публика дали ги добива потребните здравствени услуги во својата општина и 51,5% од испитаниците одговориле дека само делумно ги добиваат здравствените услуги кои што им требаат. Понатаму 87,5% од испитаниците одговориле дека тие самите или можеби некој од нивното блиско семејство има хронична болест и од овој процент 62,7% одговориле дека се нашле во ситуација да треба да набавуваат лекови надвор од земјата поради тоа што не се достапни овде. Повеќе околу овие резултати од анкетата ќе може да прочитате и онлайн, а овде некаде јас ќе го заокружам денешното издание на подкастот да биде појасно. Да биде појасно.